yt, ama kur mos kalon në degradim dhe ofendim. Sepse aty është problemi. Ne shikojmë që po degradojnë shumë personazhe vetëm nga gjuha e tyre. Po flas në përgjithësi, jo me raste të caktuar, por mendoj që duhet jemi të lirë që të flasim dhe jo çdo kritik të lidhet që kjo është me nacional. Po mund të themi ndoshta që një parukier nuk mundet me qenë një fytyrë publike, sepse ka ndërtu karrierë me vite dhe ka punë me gjitha fytyrat publike në Kosovë, në Shqipëri. Ka kogja njohuri, ndoshta, por ka më shumë se sa dikush që veç mirët me këto reality show. Me që jemi këto, ne gjithë e dim që Brikena e ka meritu më shumë se Rogerti tjetë me që u përmend mendoj unë sipas asaj. Me nacionalizma më duket, sa po e the? Jo, nuk e thash, për asaj çka ka bërë Brikena aty dhe çka ka bërë Rogerti. Çfarë ka bërë Brikena aty? Nëse është, besoj që flas në emision tjetër. Po me që promovove, jo, po më intereson me atë përgjigjen, Albert, s'ka problem. Rogerti ka promovu dhunë, mendoj unë, me sa shoh Brikena nuk është Lobi, vesh lete krynë deri në fund, Alberti, please. Po ludon ta pyesa, duhet më nejt TikTok ajo, pasi po më thirr non stop. Ludovi, a duhet më nejt TikTok apo jo?